Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me hënën e re në Akrep e cila është në 20 nëntor. Ajo që kërkohet nga të gjithë është: a jeni gati të bëni kapërcimin? Duke qenë se është një hënë e re, kërkon nga të gjithë ne fillime të reja, apo në lidhje me atë që mund keni një vizion të qartë për të ardhmen tuaj, për atë që i dëshironi, për atë që shpresoni, për atë që keni vlerë, ashtu sikurse për një pjesë nga ju mund keni ide apo mendime e të tjera. Para se të filloj efektet e nënës hënë në shenjën e Akrepit, është që të gjithë hënat e reja është që ju do të jepni parën për atë që shpirti juaj di dhe është bërë, pra ka arritur të kuptoj atë se çfarë po ndodh me ju dhe që e dini që të gjithë. Ndërkohë është që ajo që kërkohet me të vërtet ju bën që të gjithë ne do të vazhdojmë të hyjmë dhe të lidhemi me shpirtin tonë, dhe duke qenë se hëna e re ju kërkon që të gjithëve, pra jeni të sfiduar që të merrni hap pas hapi, dhe në këtë rast të lidheni me veten tuaj, nëse ju jeni gati për kërcimin tuaj, dhe për këtë përdorni këtë mantër, duke qenë se hënat e reja dalin gjithmonë në mëngjes, është mirë dhe ju, edhe pse se shihni në nënën, ajo është aty, ajo ka fuqinë e saj, dhe kjo është që kemi në që të gjithë në brendësi, që do të thotë, prandaj është quhet e re, që do të lidhemi me brendësinë tonë, me ato çfarë ne ndjejmë në thellësi të trupit tonë, në brendësi të këtij trupi, pra të shpirtit tonë. Përdorni këtë mantër, pra në mëngjes dhe gjatë gjithë muajit. Unë pastroj veten, pra e dashur në nahën, me që se jeni, pra drejtoju, dhe unë pastroj veten në thellësi brenda qelizave të mia, unë çliroj dhe lejoj të gjitha situatat, mendimet, emocionet që nuk më shërbejnë, që të arri në veten time të lartë. Unë jam dashuri. Dashuria është gjithmonë përgjigja. Dhe unë jam kjo që jam, dhe jam e mjaftueshme. Me këtë ju jeni gati që të ndiqni efektet e nënës hënë, për të cilën, në qoftë se ju nuk do të arrini që të kapërceni, pra të bëni për të kapërcyer, jeni gati, nuk ju prek lirin kurkush, por në qoftë se ju jeni gati, bëjni këtë muaj. Ndryshe ju do të prisni vitin tjetër, sepse hënat e reja janë një herë në muaj, ashtu sikur se vetë plota një herë në muaj. Dhe ne do t'i kalojmë, nëse jeni me të vërtet i dhënë mbas mësimeve të nënës së, pas shërimit të saj, ju do t'i ndiqni një nga një, pra të gjitha hënat e reja, se në fund të fundit, në jetën tonë, ne kemi lidhje me njëri tjetrin. Ne jemi të ardhur të mishëruar në këtë tokë, që të gjithë jemi unik, që të gjithë është ditëlindja jonë, dhe në këtë rast është dielli, është hëna, është janë planetet, dhe unë po flas për nënën hënë, si ndikon tek ne, dhe në këtë rast në shenjën e Akrepit. Dhe le të fillojmë. Duke qenë se është hënë e re, kërkohet që të gjithë nga ju, pra ndoshta e ndjeni është një fillim i ri juaj, për atë që ju jeni unik. Mësoni që kjo hënë do të sjellë tek të gjithë ne emocione intensive. Dhe pse janë intensive? Një nga në këtë
është që e sjell dhe planeti Mërkurit, sepse në datë 9 nëndor ka kaluar në shenjën e Shigetarit dhe është deri në 18 dhe do t'i ndjeni sepse është në kthim, është retrograde në kthim. Kthim do të thotë jo se është në të vërtet planeti në kthim, por ecët avash. Pra dhe për ne kërkon që të ecim avash. Mos nxitojmë, por të lidhemi me veten tonë dhe të ndjejmë atë që shpirti na drejton. Dhe për të dëgjuar shpirtin atë që na drejton, e kemi në brendësi. Është fryma jonë, është kjo zemër që të gjithë ka pra unitetin tonë, ka atë që kemi ardhur me një mision dhe me një drejtim, dhe kjo zemër ka të gjitha mrekullit që na shëron për atë që ne duam, dim ose dhe kërkojmë që të lirohemi. Ndërkohë, pra të shërojni si pas asaj që ju jeni, shërim, rritje, transformim, apo dhe ndriçim. Dhe të shpirti ju tregon se ku ju jeni. Dhe ndërkohë, nga data 18 deri në 29 do të jetë në shenjën e Akrepit. Dhe ky kthim i Mërkurit, duke qenë se Mërkuri është vetë i komunikimit, dhe në këtë rast me qenien tonë njerëzore, po flas për qenien tonë njerëzore sepse ndikon gjithandej në trafik apo në elektronik, në komunikim, në tregti e tjera, por edhe me ne. Dhe në këtë rast po flas në lidhje me evolucionin tonë si që njerëzore, për t'ju ndihmuar ju që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe në këtë rast prandaj jeni këtu, dhe kjo që ju mund t'jeni të ngarkuar me mendjen, mund t'ju vi e kaluara, ashtu se sikurse ju të merrni në konsiderat për të bërë ndryshimet e nevojshme, sipas asaj që keni arritur në lidhje me njerëzit. Kush janë ata njerëz që nuk rezononi dhe nuk ju bëjnë që të rrisni energjinë. Ndërkohë, kush janë anët e errta për të cilën ju i dini, që të gjithë i dini se pickon, dhe Akrepi është që pickon, pra do të ndjeni, do të dalin në sipërfaqe. Ashtu sikurse edhe për njerëzit për të cilën pra ju mashtrojnë, pra nuk janë të ndershëm me ju, ashtu sikurse ju fshejnë gjërat dhe ju kontrollojnë. Pra ndërkohë janë edhe 4 planetet e tjerë për të cilët do të ndjejnë këto emocione intensive, dhe kjo është që të gjithë mund të ndjeni në këtë kohë, që mund t'ju vinë gjëra të papritura, tronditse, dhe kjo është sepse është dhe planeti Jupiterit në kthim, i cili ka të bëjë me fatin ton, i cili ka të bëjë me zhvillimin, pra rritjen tonë shpirtërore, ashtu sikurse Saturni është në kthim dhe ka të bëjë po ashtu me karmën ton, pra në lidhje me çdo gjë që nuk na shërben, ne do ta lëm, pra ndërkohë planeti Neptun që do të na lidhi me shpirtin ton, dhe në këtë rast me atë rritjen tonë të ndjeshmërisë tonë, sa më shumë të ndjeshëm ne të bëhemi për çdo gjë që ne na sjell në momentin prezent shpirti, aq më shumë ne çlirojmë energji, aq më shumë ne rritemi në veten tonë, aq më shumë zemra hapet, aq më shumë ne arrijmë në drejtimin pse shpirti na solli këtu, ashtu sikurse edhe me misionin. Dhe ndërkohë është dhe planeti Uranit, për të cilën na ndihmon dhe është koha për të u lidhur me shpirtin ton, me evolucionin e vërtetësisë së mësimeve të vërteta të kohës, me mençurinë e vërtetësisë së jetës, dhe për të gjithë ne që pranojmë pra këtë zhvillim, këtë ndryshim për të cilën kemi hyrë në shekullin 21, dhe kjo drejtohet nga planeti Uranit dhe është me të vërtet në shenjën e Ujorit, dhe është ajo që të gjithë jemi të ftuar që të krijojmë, pra të zgjedhim veten tonë dhe të lirohemi nga çdo gjë që ne nuk na shërben. Dhe në këtë rast ju ndihmojeni, dhe është prandaj po ndiqni këtë video, prandaj po ndiqni
me qëllim që të vendisojni sepse 70% dhe 30% gjatë këtij muaji të veproni, sepse është në qoftë se ju nuk arrini të arrini në veten tuaj të lartë duke u shkëputur nga çdo gjë që nuk ju shërben, që e ndini, që e ndjeni, sigurisht ju do të prisni deri në vitin tjetër. Prandaj është koha, a guxoni të bëni kapërcimin tuaj. Dhe nuk ju detyroj, unë ju motivoj, por besoni, sepse çdo gjë punon, është mantra, çdo gjë punon për mua, sepse dhe unë e lejoj të punoj për mua. Dhe mantra tjetër, unë i dorëzohem shpirtit ashtu si plani ynor i vetes time të lartë e ka programuar për mua. Mbajni shënim këto dhe shprehni, dhe kjo do, nëse ju dëshironi, unë nuk ju detyroj, por unë ju tregoj që kam mundësi që brenda këtij muaji, për gjërat që ju do të veproni, do të jeni ndoshta e arrini që të kaloni në një fillim të ri apo në një cikël të ri, pra sipas asaj që ju jeni. Mësoni që e gjitha që bëhet kërkohet nga ne të lëmë zonën e reatisë. Për të shëruar, në qoftë se ju doni t'i kaloni këto gjëra duke qëndruar në reati, të kuptoni që e vetmja mënyrë është që të përballemi me frikën, se prandaj është kapërcimi, të përballemi me frikën, me qëllim që të arrijmë ndryshimet e nevojshme, dhe doni apo nuk doni, ne jemi të sfiduar, ne do ta vazhdojmë këtë lloj, pra në lidhje me zgjimin ton të shpirtit, sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim. E pyetja është, a doni të vazhdoni të rrini me frikën që është iluzion, apo të vazhdoni të ndiqni ku ju drejton shpirti juaj, dhe në këtë rast të lini zonën e reatisë. Tani, si ndikon energjia e akrepit? Duke kuptuar energjinë e akrepit, do të kuptoni se ku dhe sepse ne do ta kalojmë. Dhe në këtë rast, akrepi thot, unë dëshiroj. Pra çfarë dëshironi ju në jetën tuaj? Bëni pyetje. Çfarë dëshiron shpirti juaj? Sigurisht shpirti juaj do më të mirën. Dhe në këtë rast kuptoni që energjia e akrepit është që janë simpatik, janë të rreqës, janë joshës, janë mistik, janë intuitiv, kanë që në marrëdhënie janë besnik, por këtë e bëjnë, kujdesa, shënim, se mund ta keni dhe ju, që jeni në marrëdhënie besnik, por këtë e bëni nga frika e kontrollit, pra frika edhe kontrolloni, apo edhe në mënyrë pra posesiv, pra ta mbani, ashtu sikurse edhe pra jeni dhe xhelos. Ndërkohë të kuptoni që ajo që ka akrepi është dhe duke qenë se është elementi i ujit, dhe tani është dhe dielli dhe ëna në këtë shenjë, është që ju do të ndjeni pra ngarkesë, qoftë mendore, qoftë edhe në brendësi të shpirtit, por kujdes, sepse energjia e akrepit ka, edhe pse është ndjeshëm, ka krijuar një, pra nuk do që ti ndjej, për arsye sepse nuk e planon, pra nuk lejon që të lëndohet, dhe në këtë rast nuk i ndjen. Pra nuk kërkon lëndim dhe nuk i ndjen. Ashtu sikurse është dhe tjetra, ka vendosur një mur. Pra muri është, ju e dini që kur e ndaj murin nuk shipet, pra nga dhoma në dhomë, pra nuk shep. Pra në këtë rast është duke krijuar këtë mur, është bën që të mos e lej frikën që ka, pra frikën që ka krijuar në këtë rast, pra është që kontrollon mjedisin e vet, pra kontrollon marrëdhënien, pra për të qenë i sigurt, dhe e gjitha është që bëhet pra frika që të mos lëndohet, frika që të mos u mbasi atë që ka krijuar. Kujdes dhe për të gjithë ju, dhe kjo është që akrepi pra kontrollon mjedisin, gjithçka përreth. E gjitha me të vërtet ka të bëjë me frikën. Prandaj është që kujdes dhe ju me frikën. Frika është iluzion, por le të vazhdojmë.
E meta ashtu sikur se çdo pra energji, por që është edhe energjia e akrepit, është kujdes në lidhje me vendimet që ju do të merrni. Prandaj janë në kthim të gjitha këto planete me qëllim që t'i marrim gjërat, pra duke ndjekur shpirtin tonë në brendësi hap pas hapi, por që të lidhemi në brendësin tonë. Dhe në këtë rast energjia e akrepit është kujdes, sepse mund të bëj, nga që e ka këtë energji, është akrep, pickon. Është ku lëndohet, pra atë që ju mund të ndjeni dhe ndjehet me lëndim, bën që direkt të marri një pra vendim agresiv, pra me vendim me agresivitet, ashtu sikurse kujdes shënim e ka dhe energjin që direkt është edhe akmarrës, pra mund të sjellë të papritur, pra mund të sjellë diçka që të bën bum, që nuk e pret dhe je utuar, je tronditur, pra këto gjëra mund të ndodhin dhe kjo është janë emocione intensive. Por që të gjithë jemi të ftuar që çfarë do lloj që ju bin, ju do t'i ndjeni këto, do t'i ndjeni sepse shpirti ju do më shumë se askush, me qëllim që duke hyrë në thellësi të vetes tonë, të lirohemi nga çdo gjë që ne nuk na shërben, dhe kjo është që ne do të arrijmë në veten tonë të vërtet kush ne jemi. Pra e dinit kush ishit, tani kush ne jemi. Herët avon që të gjithë ju që keni hyrë në këto video, pra që jeni të lidhur edhe me mua, herët avon ju do t'i kaloni këto gjëra, por nuk ju prek kurkush të lirin. Tani, çfarë do të ndjeni, vdekje dhe rilindje, çfarë do të thotë është që akrepi ka të bëjë me të vërtet me vdekjen dhe rilindjen për arsye se udhëqet nga planeti Pluto, i cili në këtë kohë për 20 vjet me radhë ka hyrë në shenjën e ujorit dhe ju do të ndjeni që pra vdekje, transformim, rilindje. Kjo sjell që diçka, ndoshta që të gjithë jeni unik, po sjell që diçka po i vjen fundi. Pra që të gjithë e dini se ku ndodheni, diçka po i vjen fundi. Dhe kjo lloj fundi mund të vi për shembull pa pritur, është vdekja e një personi. Dhe në këtë pika mund të jetë dhe vetja juaj, jo si fizik, por që jeni, ndoshta keni pranuar, që jeni liruar nga frika, e keni kapërcyer frikën dhe tani jeni rilindur. Megjithatë, në përgjithësi, sepse që të gjithë jeni unik, varet ku jeni, pra vdekja e një personi. Për shembull, kur unë u lirova vitin në mars, ka qenë 9 mars, kur unë u lirova nga karma ime, mua më vdiq nëna. Por gjithsesi që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se ku jeni, pra vdekja e një personi. Tjetër është që mund të keni humbjen e punës, ashtu sikurse mund të keni, me të vërtet, mund të largoheni nga një person ose edhe nga partneri juaj, pra nga ana e partneri romantik e tjera. E gjitha këto ngjarje ju mund t'ju sjellin pasiguri dhe sjellin pasiguri sepse ka të bëjë me atë që humbja në lidhje nga ana e financave, nga ana financiare. Pra kjo ju sjell që të ndjehet frika, pasiguria, dhe gjithmonë sepse ne si qenie njerëzore jemi të lidhur mbas botës së materjes, por tani ju që keni bërë një punë të mrekullueshme, ju nuk keni pse lini hijet e mendjes se janë të ngulitura, ne nuk jemi ndryshe nga të tjerët, vetëm se ne jemi të lidhur me shpirtin dhe në këtë rast kërkohet që me të vërtetë jeni të kuptoni që këto ngjarje do t'ju sjellin edhe frikën e sigurisë financave. Ndërkohë është që për një pjesë nga ju që me të vërtet keni arritur dhe ndjeni që keni një varësi në lidhje nga ana emocionale, por edhe financiare,
Kjohan ju fton ju që të hyni në thellësi të vetes tuaj dhe të kapërceni frikën me qëllim që të arrini në dy këmbët tuaja, me qëllim që të ndiqni rrugën e shpirtit dhe kjo ju tregon dhe ju bën ju që ju do të mbyllet një derë dhe do të filloj diçka e re. Për arsye sepse të kuptoni një gjë, shërimi i shpirtit ton nuk është në një vit të drejtë, por ju edhe pse ndjeni çfarë ndjeni, ju ti ndjeni dhe në këtë rast, duke kuptuar që frika është iluzion, pra po ja u tregoj, është iluzion, mos rezistoni, por thjesht qëndroni në dy këmbët tuaja, që nëse po punon për ju në dy këmbët tuaja, dhe ndërkohë ndiqni rrugën e shpirtit. Çfarë do të sjellë kjo? Duke ndjekur rrugën e shpirtit, ju do të kuptoni që këto planete, pra siç tregova që janë 4 planete, pa Jupiter, Neptun, Saturn dhe Urani, do t'ju nxjerrë në dritë atë çfarë ju keni kaluar, pra si thua nga e kaluara jon, pra do t'ju bëj ju që të ktheheni mbrapa me të kaluarën tonë, dhe kjo është që ne do të reflektojmë, pra kërkohet që do t'ju vi pra e kaluara juaj. Dhe për këtë do të reflektoni dhe e gjitha bëhet që të kuptoni atë se si kanë ndikuar tek ju e kaluara dhe do ta transformojmë, pra kjo është që vazhdoni me shpirtin tuaj në thellësi dhe ajo që do të kuptoni për shembull do të vi në lidhje me abuzimin tuaj seksual, mund të keni qenë të abuzuar dhe ju del, pra nga ana seksuale ju del pra ja u sjell shpirti juaj, ju del në dritë. Ndërkohë në lidhje me pushtetin, pra abuzimin pushtetar, pra ose në lidhje me dhunën në familjen tuaj, ndërkohë për një pjesë mund të dali diçka spontane që ju del, pra diçka që keni kaluar në të kaluarën tuaj, pra do ju dali në dritë. Kjo është që ju do të keni të bëni me të kaluarën tuaj. Ndërkohë për një pjesë nga ju do të kuptoni që ndiheni pra të tronditur, të udhëtuar se çfarë po ndodh me ju, ashtu sikurse jeni të ftuar që të njiheni me atë marrëdhënie që ju keni patur me, për shembull, jo vetëm me veten tuaj, pra në lidhje me antarët tuaj, kë keni patur nga fëmijë e deri më tani ku jeni, pra lidhje që keni patur ju në lidhje me të afërmit tuaj, me miqtë tuaj, dhe ajo që do t'ju dali në dritë ju është që, pra vetëdia që të rriteni që do ju dali në dritë është që ju do të arrini, do të kuptoni se çfarë ka ndodhur dhe pse ndodhi me ju, dhe këto janë për shembull është që prindrit tuaj kanë qenë të përqendruar në veten e tyre. Sigurisht prindrit tanë na jepni çelësin në qafë dhe ata punonin ditë natë, por që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini, sepse ne jemi me prindër të ndryshëm, me shkollë të ndryshme, me vend të ndryshme, me kultura të ndryshme, me tradita të ndryshme. Pra që të gjithë jeni unik, por në këtë rast është që prindrit tuaj mund të kenë qenë të përqendruar në veten e tyre, pra. Ndërkohë mund të kenë qenë të varur me njëri tjetrin, ndoshta nuk të kanë mbrojtur, ndoshta nuk kanë qenë të qartë në kufijtë e tyre, ashtu sikurse ka pas paqartësi në komunikimin po të tyre, ose manipulim, ose mashtrime, ose xhelozi e të tjera. Pra që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë mund të keni pasur antar për të cilën nuk kanë qenë, pra kanë qenë të lënduar se të çrregullt nga ana e vetes tyre personale, dhe në këtë rast ne i kemi marrë me vete, dhe kjo është që ne i kemi në trupin ton, me dije, me vetëdije, pa vetëdije, me ndërgjegje, pa ndërgjegje, ne i kemi që të gjithë, sepse ne që të gjithë kemi kaluar në të njëjtën rrugë dhe ka qenë shekulli i parë, sidomos për gjeneracën time që ne kemi patur lëndime për arsye të këtyre frekuencave qoftë ulta apo dhe të ndjeshmërisë, sepse nuk kemi ecur me rrugën
e asaj që krijesa na ka krijuar që të gjithë dhe jemi komplet, jemi jo vetëm nga ana mendore të kompletuar me 5 qisat, por dhe nga ana e shpirtit ton, të asaj që ne nuk shohim me syt, po janë organet tona, është kjo zemër astrale që ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, është ditëlindja juaj. Dhe në këtë rast kuptoni që të gjithë jemi të ftuar që pra do t'ju dalin në dritë dhe me këto ne të fillojmë duke u lidhur në brendësi ti shërojmë, të hymë ajtë që bëra mantrën, sa më thellë të hyni në qelizat tuaja, aq më shumë ju duke qenë të gatshëm, do të lironi dhe do të shlirojeni nga këto lloj ndodhi që ka ndodhur me ju. Ndërkohë është si do të bëhet shërimi, pra me që se po ju dalin në sipërfaqe, po si do të shërojni që të gjitha këto janë situata që ka ndodhur me ne dhe që janë nxjerrë shpirti dhe janë shkaktarët. Dhe ajo që do të arrini, do të shërojni, është që ju do të arrini, pra që të bëni të vetëdijshëm, do të kuptoni pse ne kemi luftuar fajin, pra duke fajsuar veten, pse jo e pasigurt ose ajo që jam e pamjaftueshme, tjetra që nuk jam e zonja, tjetra është ajo pse kemi qenë inferior gjatë gjithë jetës tonë, pra kemi qenë inferior. Sikurse është që të gjithë kuptoni që duke qenë se do të lirojni, do të kuptoni pse keni qenë në ankth, pse keni qenë në depresione të tjera, sipas asaj që ju jeni, pra që do të vazhdoni në lidhje me shërimin tuaj, në atë që ju keni arritur ose jeni në vazhdim të shërimit, dhe ndërkohë është që të gjithë të bëheni të vetëdijshëm. Ju nuk mund të shëroheni nëse ju vazhdoni të qëndroni me njerëzit që ju njihni, dhe pse në brendësi të shpirtit tuaj ndjehet që diçka nuk ju ndihmon, pra shpirti juaj, dhe kjo nuk është shërim. Prandaj që të gjithë ne jemi të ftuar që të lidhemi, pra të lëmë zonën e ratis, me qëllim që duke hyrë në thellësi të trupit ton, për atë që na sjell shpirti, të fillojmë diçka ndryshe, pra të fillojmë diçka të re, diçka ndryshe, dhe kjo do të na bëjë që ne të arrijmë të lidhemi me vetëdijen tonë shpirtërore, me atë që shpirti na drejton, dhe është me të vërtetë që duke planuar, duke hyrë në thellësi, është shpirti na do më shumë se askush, dhe është ajo që vetëm kjo do të na krijojë shërim duke u hyrë në brendësi të vetes tonë. Si mund të arrini në këtë kohë, bëhet fjalë që meditar ose duke u shprehur me atë që ju keni ndihmë, të shprehni atë që ju ndjeni. Meditar, nëse nuk keni njeri, ta bëni që të gjithë me njerëz pa njerëz, por që lidheni me vetë, është që ju jeni në veten tuaj, pra jeni direkt me veten tuaj dhe çdo gjë ju ndihmon që të lirojni nga, pra të tregoni me vërtetësi atë çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur me ju, për ato që unë tregova, pra që ju del që ju sjell çdo gjë del në dritë, pra ju ndihmojeni, ne nuk jemi vetëm. Ndërkohë është dhe së fundi për shpirtrat binjak dhe jeta juaj e dashurisë. Pse për shpirtrat binjak është po ashtu që ndjehet me emocione intensive dhe ju do t'i ndjeni mrekulli që keni ecur në këtë duke ndjekur shpirtin tuaj, dhe kjo është për shembull mund të ndini që i ka ardhur fundi diçkaje, ashtu sikurse siç e tregova, vdekja e një të dashuri, ndoshta është vetja juaj, siç u tregova, ose atë që ju pra kaloni në lidhje me rrugëtimin tuaj. Ndërkohë është që ndoshta ju del problem në lidhje me pra problemet personale, në lidhje me shpirtin tuaj, me veten tuaj, me shpirtin tuaj binjak, në lidhje me partnerin karmik, ashtu sikurse me të afërmit dhe me miqtë tuaj. E gjitha përsëri si temë ka abuzimin tuaj, ndoshta jeni abuzuar, pra seksualisht, ndoshta në lidhje me xhelozi, apo edhe në lidhje me pushtetin.
Pra, kjo ju me të tjerët, po dhe ju me veten tuaj. Pra, me çdo që kemi patur, se misioni i shpirtit është që ne ndihmojmë, ne mësojmë dhe ne krijojmë, pavarësisht se kemi kaluar që të gjithë sfidat tona. Ndërkohë të kuptoni që kjo është e vetmja mënyrë që duke u bërë të ditur me këto gjëra dhe duke i ndjerë pra këtë që shpirti na bën që ti ndjejmë ashtu si ndjejmë me vërtetësi, ne do të arrijmë në suksesin tonë, në shërimin tonë, dhe ky shërim nuk na bën gjë tjetër është që edhe nëse ju jeni jeni në rritjen tuaj dhe pra keni bërë një punë të mrekullueshme dhe ndoshta mund të jeni të ndarë, akoma nuk jeni bashkë, ose edhe mund të ndajeni përkohësisht, gjithsesi kjo ju ndihmon që ju të arrini, pra të shëroni veten tuaj, pra ndiqni shpirtin ku ju drejton, dhe ju e dini mantrën që u kam thënë, që unë i dorëzojmë shpirtit dhe unë jetoj në momentin tani atë që ju ndjeni tani, sepse shkaktarët vinë në momentin që ju vinë. Dhe në këtë rast, nëse ndjeni emocione intensive, mos rezisto, por ndjeji, pranoj, dhe ju bë të vetëdijshëm. Ndërkohë është që për një pjesë nga ju mund të kuptoni që keni arritur, keni bërë një punë të mrekullueshme dhe kuptoni që i ka ardhur fundi një marrëdhënie karmike. Pra i ndjeni që i ka ardhur fundi. Dhe ky fund është që mund të ndjeni që do të lindin konflikte. Dhe për shembull në lidhje me zgjidhjen e një divorci, dhe duke qenë se do të zgjidhet do të zgjidhni për lidhje me divorcin, kjo ju bën që do t'ju liroj nga frika për të cilën keni për shembull në lidhje me parat, në lidhje me shtëpinë, pra në lidhje me zotrimin, me pasurinë që pra është e frika që t'i lini këto gjëra, por ju ju ndihmojeni, sepse ne do të shkëputemi nga karma e vjetër, dhe kjo është që do të jetë sfidë për ju, por që ju doni apo nuk doni, ju do të ndjeni këtë lloj në lidhje me pastrimin e karmës tuaj, sepse është viti, jo vetëm që kaluam dhe portën 11, por vjen dhe porta 12, ashtu sikurse edhe në janar, një i pari, është viti që ne do të lëmë çdo gjë nga e kaluara në lidhje me karmën e vjetër dhe do të fillojmë fillime të reja, dhe që të gjithë e dini se ku ndodheni. Dhe ashtu ndërkohë është dhe tjetra që disa pasuri pra mund të ndjehen sfiduese për ju, ashtu disa pasuri që kanë të bëjnë edhe në lidhje me vlerë emocionale, pra që të gjithë jeni unik, që të gjithë e ndjeni, por kur mos harroni se që të gjithë ne ndihmohemi, dhe ndoshta për ju një pjesë mund të jeni në intensitet, keni kaluar intensitet nga ana ose kaloni nga ana mendore dhe po kështu edhe shpirtërore, ashtu sikurse pra emocionalisht mund ta ndjeni, për një pjesë mund të kuptoni që jeni njohur me veten tuaj, pra kush ju keni qenë ose jeni në të vërtetë, pra njeni për një kohë të gjatë me veten tuaj, ndërkohë është që keni një tërheqje magnetike, sipas asaj që jeni, se që të gjithë jeni unik, që keni arritur në këtë kohë, pra në lidhje me shpirtin tuaj binjak apo flakën binjake të tjera, pra një tërheqje magnetike midis pra nga ana e energjive, pra dy energjit, mendja edhe shpirti juaj, duke krijuar edhe nga ana e trupit fizik, pra në këtë rast një tërheqje, edhe kur ju jeni larg, pra për shembull shkoni në punë, po përsëri e ndjeni atë lidhjen tërheqëse me shpirtin tuaj. Pse? Sepse keni filluar të jetoni në momentin tani prezent. Ndërkohë është që kërkohet rritja juaj, mund ta ndjeni idetë që mund t'ju vinë, ose frymëzimi, ose jeni me një vizion se çfarë kërkoni, dhe në këtë rast bëhet fjala rritja juaj për një vetë besim, për një pra vetë zbulimi juaj,
Ashtu si kurse edhe në lidhje me çfarë ndjeni, çfarë ju vjen në brendësi, pra në lidhje me shpirtin tuaj në brendësi, me atë çfarë zemra juaj dëshiron, me qëllim që të krijoni, të jeni duke pyetur zemrën, arrini edhe në atë se çfarë shpirti ju solli këtu për misionin dhe drejtimin për të qenë në një linjë. Dhe duke vazhduar këtë rritje, duke vazhduar këto gjëra për ju që keni arritur, ndoshta ka ardhur koha që e ndjeni që jeni lidhur me veten tuaj, me shpirtin binjak apo dhe me plakën, sipas asaj që ju jeni. Që të gjithë jeni unik, që të gjithë do të ndjeni, ajo që dua t'ju tregoj, flaka binjake është jo të gjithë mund të arrini në këtë jetë, ndoshta po, ndoshta jo, por ju e ndjeni sepse e njini veten mirë, ndoshta mund të shkëputeni, ndoshta edhe ka qenë një lidhje e përkohshme, ndoshta jeni të shkëputur përkohësisht, por përsëri ju ndihmojeni që të vazhdoni duke rritur aftësitë tuaj shpirtërore, apo edhe në lidhje me atë çfarë shpirti juaj kërkon, pra në lidhje me reflektimin tuaj të brendshëm, ju do të jeni në gjendje që të lidheni dhe me misionin e shpirtit tuaj, pse shpirti ju solli këtu, ose tjetra është që e keni arritur, që të gjithë jeni pra unik dhe që të gjithë e ndjeni dhe sidomos dëmshuri, jo vetëm për vete, po për rreth dhe për atë çfarë shpirti juaj do të manifestoj në lidhje me dëshirat tuaja, por kur mos harroni se është dhe për te, sidomos me flakën binjake, ju që me të vërtet e ndjeni që do të kontriboni për evolucionin, për të ndihmuar qenet e tjera, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe në këtë rast, unë nuk e di se kush jam, se jo të gjithë jeni që mbani kontakt, por gjithsesi duke marrë këtë informacion, ju do të kuptoni që do të arrini edhe në përmbushjen e misionit të shpirtit, sepse që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë jemi krijues, që të gjithë kemi dhunti dhe talent, por këto do të zbulohen vetëm kur ne lidhemi me vetëdijen tonë, me brendësinë e shpirtit tonë, për të reflektuar, dhe në këtë rast kjo po ju kupton që të gjithë dhe me mua miropafshim deri në video tjetër. Faleminderit.